Themelimi i ndërmarrjes së Republike Kërqova Projekt ka shkaktuar reagime në seancën e Këshillit të Komunës së Kërqovës. Kundërshtimet erdhën nga këshilltarët e opozitës dhe ata të pavarur pas emërimit të drejtoreshës së institucionit Milena Gjorgjios Dimitrieska. Dua ta rifleksoj. Mirë është edhe ju, si kryesues mos i mbështetni. Do të jetë në të mirë të gjithë qytetarëve, jo vetëm të komunitetit shqiptar, por duhet të jenë të gjithë domethënë të përfaqësuar. Se nuk mundet vetëm një palë tjetë të plotëson kushtet e meritokracisë, është pala tjetër mos i plotësohet. Para të sugjeroj edhe ju, mos e mbështet këtë shtëpi si ne gjithë të tjerë, edhe të jetë domethënë të ketë përfaqësim adekuat. Heci i kësaj ndërmarrje, po ma pastaj edhe tek këshillat, këshilli drejtues dhe këshilli mbikëqyrës. Prandaj do votojmë kundër dhe mendoj që nuk paraqet realitetin objektiv me komunën tonë. Gjithashtu edhe ju që i morët votat në bazë të asaj që ishte mburoja shqiptarëve e që tash do të jeni mburoja Komorovës, e çdo herë neve kur kërkojmë diçka për shqiptarët, dalim se kërkojmë tensione etnike, gjëja se neve mundohemi të përhapim tensione. Kujtojmë se në komunën e Kërqovës mbi 80% të drejtuesve të institucioneve u ndërruan pas zgjedhjeve lokale, si ndërmarrja komunale Komunalec, Muzeu i Kërqovës, ndërmarrja Sushica e tjerë.